Dashi. Gjërat nuk do ju vinë gati sot, përkundrazi do ju duhet të bëni pak përpjekje që situata të normalizohet. Jupiteri dhe Merkuri do bëhen bashkë dhe do ju ofrojnë çaste të mrekullueshme juve që keni një lidhje. Mund të dilni edhe jashtë qytetit dhe do ju duket sikur keni rilindur. Ju beqarët më në fund do realizoni një takim vendimtar dhe jeta do ju ndryshojë rrënjësisht. Në punë do jeni shumë të organizuar dhe nuk do jetë nevoja të sforcoheni për t'ia dalë mban. Gjërat do ju ecin më së miri. Në planin financiar nuk do ketë as probleme serioze, por as ndonjë përmirësim për t'u veçuar. Shëndeti, energjia mbetet e qëndrueshme, por shmangni lodhjen e tepërt fizike. Kujdesuni për ritmet e gjumit. Këshilla e ditës, mos pretendoni që gjithçka të zgjidhet vetë. Një hap i vogël sot hap rrugën për më shumë stabilitet. Demi. Ka mundësi që hëna dhe marsit ju vënë në ndrysni gjatë kësaj dite. Shpesh do jeni në mëdyshje për hapat që duhet të hidhni. Për ju të dashuruarit e sotmja nuk do jetë shumë e mirë. Do ndiheni shpesh si të përhumbur dhe as pak në humorin e duhur. Ju beqarët do jeni joshës pafund dhe do arrini ta bëni për vete se cilin person që do pëlqeni. Në punë mundohuni të mos i vononi detyrat që ju janë dhënë sepse përveç se do merrni kritika, do mbeteni edhe shumë më mbrapa nga kolegët tuaj. Shumë gjëra do ndryshojnë për mirë për ju. Në planin financiar nuk do I keni idetë shumë të qarta dhe mund të bëni edhe gabime. Shëndeti, tensioni I ditës mund t'ju sjellë lodhje mendore. Ulni ritmin dhe mbani kujdes me ushqimet e rënda. Këshilla e ditës, mos I merrni vendimet me ngull. Edhe një orë reflektim bën diferencën. Binjakët. Merkuri do ua bëj gjërat shumë më të lehta sot. Ju do jeni edhe më të vetë përmbajtur dhe nuk do reagoni pa u menduar. Ju të dashuruarit do jeni akoma më tolerant dhe marrëdhënia me partnerin do vijë duke u përmirësuar. Nëse vazhdoni me këtë mënyrë sjelljeje shumë shpejt do merrni edhe një vendim të rëndësishëm. Ju beqarët do keni vetëm dashuriçka kalimtare dhe pa ndonjë të ardhme. Në punë duhet të jeni pak më të duruar që të dilni më të fituar. Çdo gjë do varet prej jush. Në planin financiar do dini si t'i kryeni me kujdes e maturi shpenzimet kështu që gjendja do mbetet e mirë. Shëndeti, gjendja fizike do jetë solide, por kujdesuni për shpatullat dhe qafën nëse punoni gjatë ulur. Këshilla e ditës, durimi është arma juaj më e fortë sot. Mos e humbni. Gaforja. Gjatë kësaj dite do jeni më gati për të ecur para dhe do ndryshoni disi edhe stilin e jetës. Ju të dashuruarit tregohuni shumë të përkujdesur ndaj partnerit tuaj dhe mundohuni t'ia plotësoni pjesën më të madhe të dëshirave. Nëse silleni mirë mbrëmja do jetë edhe më e këndshme. Nëse jeni beqar nuk duhet ta kërkoni larg princin e kaltër sepse ai ka për të qenë fare pranë jush. Në punë do ju mungoj shpesh durimi dhe nuk do përfitoni nga mundësitë e mira që do ju jepen. Financat, falë ndikimit të Jupiterit, do jenë të jashtëzakonshme. Mund të përfitoni edhe për të bërë ndonjë investim më tepër. Shëndeti, mund të ndjeni pak lodhje në mëngjes, por energjitë rikthehen gradualisht. Kujdes me shpinën dhe këmbët. Këshilla e ditës, mos e shtyni diçka që kërkon vetëm 5 minuta për ta mbyllur. Sot detajet sjellin rezultate. Luani. Gjatë kësaj dite do jeni më të hapur ndaj risive dhe do tentoni gjithçka. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë jo vetëm e bukur, por edhe e mbushur me shumë pasion. Në çdo moment do përjetoni emocione të forta. Nëse jeni beqar do takoheni rastësisht në ambiente pune me disa persona dhe do ndiheni mirë pranë tyre. Nesër mund të ndodhin gjëra edhe më të bukura. Në punë do bëni bilance për gjithë arritjet e deritanishme dhe do e keni më të lehtë për t'i shprehur mendimet. Financat do përmirësohen fal një shpërblimi në punë dhe do ndiheni më të qetë. Shëndeti, do jeni energjik dhe në formë të mirë. Aktiviteti fizik ju ndihmon të stabilizoni humorin. Këshilla e ditës, mos e ulni ritmin sot. Fati ndihmon guximtarët. Virgjëresha.
Mos flisni pa menduar dhe pa logjikuar gjatë kësaj dite sepse keni për të pasur pasoja të rënda. Për ju që keni një lidhje çdo gjë do ecë ashtu si e kishit planifikuar. Komunikimi do jetë i kënaqshëm dhe për këtë do ju kenë zili të gjithë. Nëse jeni beqar nuk do ndjeni të lirë të bëni atë që do ndjeni dhe ka mundësi të mbeteni sërish vetëm. Në punë matini mirë fjalët që do thoni sepse përndryshe gjithçka do ju bëhet më e vështirë dhe rrugdalja do jetë e largët. Me shpenzimet do jeni goxha impulsiv dhe ka mundësi të bëni gabime të pafalshme e me pasoja tek e ardhmja. Shëndeti, stresi mund t'ju ndikojë në stomak ose tension. Shmangni debatet dhe merrni kohë për qetësi. Këshilla e ditës, flisni më pak, analizoni më shumë. Sot kjo është qelësi. Peshorja. Gjatë kësaj dite do jeni më të vendosur se kur që t'i bëni gjërat si duhet. Do planifikoni gjithçka e më pas do veproni. Jeta sentimentale për ju që keni një lidhje do jetë me shumë gjallëri dhe alegri. Rutina nuk do ketë vend tek ju dhe do ndjeni përgjithsisht mjaft mirë. Beqaret do kërkojnë vetëm emocione të forta dhe do jenë gati edhe për lidhja afatshkurtra. Për ju e rëndësishme është të mos ndiheni vetëm dhe të buzëqeshni gjithmonë. Në punë mos u mundoni të kopjoni kolegët, por bëni atë që dini. Po i treguat edhe më të duruar dhe më këmbëngulës keni për të dalë të fituar. Për të menaxhuar me kujdes financat duhet t'ju besoni këshillave të familjarëve. Shëndeti, gjendja fizike mbetet e qëndrueshme, por lodhja mendore mund të shfaqet nëse e teproni me planifikimin. Bëni një ndërprerje të shkurtër për të relaksuar. Këshilla e ditës, mos e shpërfillni intuitën. Ajo sot ju çon drejt zgjedhjes më të saktë. Akrepi. Mundohuni të mos bëni asgjë me inat gjatë kësaj dite dhe keni për të dalë më të fituar. Pas një periudhe jo shumë të mirë për jetën tuaj në çift, tashmë gjërat mes jush dhe atij që keni në krah do fillojnë të stabilizohen. Do i kuptoni gabimet e bëra dhe do kërkoni falje me mënyrat e duhura. Ju beqarët do keni plot takime, por ende nuk do ndiheni gati për të hedhur hapa. Jeta profesionale ka perspektiva të jetë shumë më e kënaqshme. Nuk do keni debate as me kolegët dhe as me shefat, përkundrazi do vazhdoni qetësisht rrugën e nisur. Në planin financiar do keni gjithkohës mbështetjen e të afërmve dhe miqve, prandaj nuk do gjendeni në vështirësi shëndeti. Stresi i ditëve të fundit mund të lërë lodhje në trup. Bëni kujdes me tensionin dhe hidratohuni më shumë. Këshilla e ditës, flisni vetëm kur jeni të qetë. Sot fjalët kanë peshë të madhe. Shigjetari. Gjatë kësaj dite nuk do ju shkoni dot gjërave deri në fund dhe shpesh do ju duket sikur do mbyteni në një det pa ujë. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë goxha delikate. Shpesh herë do keni debate edhe për gjëra elementare dhe pa ndonjë rëndësi të madhe. Ju beqarve, edhe sikur vetmiat ju rëndoj shumë, mirë është të mos fillojnë një lidhje vetëm sa për sytë e botës. Çdo hap që do hidhni duhet ta ndjeni. Në punë, nëse keni ndërmend të hidhni hapa, bëjini mirë planet në mënyrë që nesër të mos pendoheni për asgjë. Sektori i financave do konsolidohet ndjeshëm. Shëndeti, shpërqendrimi ju lodh emocionalisht. Bëni pak aktivitet fizik të lehtë që t'ju qetësoj mendjen. Këshilla e ditës, mos e shtyni zgjidhjen e problemeve. Filloni me gjën më të vogël dhe çdo gjë do zbutet. Britsjapi. Gjatë kësaj dite nuk do përjetoni dot emocionet që keni ëndërruar prej kohësh dhe në disa momente do ndiheni të mërzitur. Për ju që keni një lidhje ka rrezik që marrëdhënia me partnerin të ftohet goxha. Nuk do jeni të gatshëm për t'ia plotësuar çdo dëshirë atij që keni në krah dhe në shumë momente do e lini vetëm. Ju beqarët do bëni mirë të mos luani shumë me zjarrin sepse do digjeni keq. Në punë do mbizotëroj gjatë gjithë kohës rutina dhe nuk do ketë asgjë për t'u veçuar. Në disa momente do jeni shumë të stresuar për të ardhmen, por nuk do hidhni asnjë hap. Për të përmirësuar buxhetin nuk duhet të fiksoheni tek lojrat e fatit sepse në një moment mund të fitoni dhe në tjetrin do humbni shumë. Shëndeti, stresi mund t'ju ulë energjitë. Kujdesuni për qetësinë mendore dhe mos e teproni me angazhimet. Këshilla e ditës, mos prisni që emocionet të ndryshojnë vetë.
Ju duhet t'i jepni vetes hapësirën e duhur. Ujori. Mundohuni ta kontrolloni sa më shumë veten gjatë kësaj dite sepse përndryshe situata do ju dalë jashtë kontrollit. Juve që jeni në një lidhje mos I nxirrni partnerit inatet e vjetra sepse do vuani më shumë vetë. Merrini gjërat me qetësi dhe optimizëm dhe keni për ta parë sa mirë do ju ecin gjërat. Ju beqarët do bëni mirë të mos shpërqendroheni shumë, por ta kërkoni personin e ëndrave në rrethin tuaj shoqëror ose profesional. Në planin profesional do jeni shumë të paduruar dhe mund të inatoseni për gjën më të vogël. Kontrollohuni sepse shumë shpejt do futeni në telashe të mëdha. Financat do jenë të mira se më parë. Shëndeti, nervozizmi mund t'ju shkaktoj lodhje fizike. Frymëmarrja e thellë dhe pak pushim do ju stabilizojnë. Këshilla e ditës, reagoni me arsye, jo me nxitim. Ky është çelësi për të shmangur problemet. Peshqit. Tregoni më shumë besim dhe jeta do ju shpërblej gjatë kësaj dite. Reflektimi do jetë gjithashtu pikë e vyer. Nëse jeni në një lidhje dhe kohët e fundit keni pasur shgënjime nga partneri juaj, sot gjërat do fillojnë të normalizohen ndjeshëm dhe buzëqeshja do ju rikthehet. Ju beqarët do jeni më pak në ankth dhe ka mundësi që me qetësi të gjeni një person fiks për ta. Për një pjesë gjërat do ndryshojnë menjëherë. Në punë do merrni një tjetër orientim dhe gjërat do ju ecin më mirë nga sa kishit menduar. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër se më parë sepse gjendja ka për të qenë me të vërtetë delikate. Shëndeti, emocionet luhaten, por dita sjell qetësi të brendshme. Kujdes me ushqimin dhe hidratimin. Këshilla e ditës, besoni procesit. Sot çdo gjë kthehet në favorin tuaj me durim dhe reflektim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi I personazh.